Kardiologët paralajmërojnë. Këto 5 simptoma mund të tregojnë për një problem serioz me zemrën. Një kardiolog shpesh paralajmëron për disa simptoma të rëndësishme që mund të tregojnë për probleme serioze me zemrën. Këto simptoma duket se nuk duhet të injorohen pasi mund të paralajmërojnë për probleme të shëndetit kardiak. Ja disa prej tyre të renditura sipas WebMed. Dhimbjet ose presioni në gjoks. Nëse ndjeni shtrëngime, presione ose dhimbje në qendër të gjoksit disa minuta, të cilat shkojnë ose vijnë, duhet të telefononi urgjencën dhe të bëni një konsult me mjekun. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje, pa shkaqe të dukshme, frymëmarrje të rënduara edhe kur jeni duke u qetësuar, telefononi urgjencën nëse ndjeni frymëmarrje që shfaqen papritur dhe nuk kanë asnjë ndryshim, mund të jenë shenjë dështimi të zemrës. Marramendje, mpirje ose humbje ndjenjave, gjithashtu rrahje të çrregullta ose të shpejta të zemrës, entje në gjymtyr, në kyçe ose në barë. Telefononi mjekun tuaj dhe lini gjithashtu një konsult sa më shpejt që t'jetë e mundur, edhe flisni edhe me ekspertë.